Përshëndetje. Sot me vajzën time kemi me përgatit pite me petë të gatshme. Apo Turia? Po. Sot kemi vendosur që me ndajmë një recetë së bashku me juve në këtë mënyrë, me këto detaje. Edhe kemi me përgatit petën me pitë të gatshme, me pas se qysh ka me na dalë mu edhe vajzës time pitja. A ka më të pëlqy? Po. Ty të pëlqejnë pitët, apo? Po. Okej. Fillimisht unë po e marr një lugë edhe po e vendosmi ajkën. A da më ndihmu Surja? Po. Okej. Merre e vendose krejt këto te pjata. Nga dole, më sëngët, unë po e marr edhe dë kos, që pas në haru me e afro këto ofër. No, ne ham kose. Vendose shpirt. Kap më shumë, a mundesh? Mam, nuk po qitet. Okej, a munde më në me bo, me në tondi? Po. Merre të qumshtit. Okej. Kjo është ajk ose shmant. Mund t'ja Ose hedhni. kas. Jo, nuk është kas, kosi është në pjatën tjetër. Ose pra shmant ose ajk, më falëtërja. Unë ja hedhe 3 deri në 4 lugë, pra varsisht se sa juve mundet ju pëlqy. Pretërja, pret. Pret se qumshtit do të me mbatë me një gotë. Okej. Edhe se këto të gota. Po. Jo, mboshe. Mirë. Një gotë, edhe një gotë me qumsh. Tani ana, mam. Çka the? Ana. Me vendosa? Në rregull, okej. Po. Bravo. Vendose, nga dole, më songo. Vendose. Mame qita. Bravo. Okej. Kutum shane. Po, e mbyllim. Mame ujna qit. Po, bravo. Një lugë pra të gjellës me krem. Po. Ka kalu pak një kohë gjatë që nuk kam bo vetë gjë dhe më duket se pas në harru pak edhe me shpjegu krejnë detaje procesin, po besoj që keni më kuptu, pasi që edhe kam gjetë pak një mënyrë më ndryshe për me i tregu recetat, së bashku kështu me vajzën time do të munduam që edhe kjo me kalu kohë me mu në kuzhinë, po gjithashtu edhe me i ekraneve televizive. Kujdes Turia, tjetër herë, okej? Du të me pas kujdes shpirt. Okej. A do me përzi pak, derisa ta marrë unë edhe pak nga kosi. Pitët me petë gatshme mundeni me i bo edhe në mënyra ndryshme, mundeni me i vendos gjizë, mundeni me i vendos vetëm me kos, pra po kjo është një mënyrë e jemja që unë e bëj kështu edhe na pëlqen si familje. Tash po i shtoj edhe një 2 lugë ose 3 me kos. Po i shtoj 3. Po janë lugë të mbushura pak më shumë. Kështu, e largojmë edhe në anë. Mame, ne më tuq. Do më përqap, okej? Kujdes. A je gati me përzirje? Po. Bravo. Këtu kemi marrë presh ose porre, të cilat unë i kam ngrit më herët edhe i kam vendus tek ngridja. A do një ashtu Turia? Po. Okej, kështu me pjatë mundesh. Me pjatë, jo me dorë. Kështu. Bravo. Që tash unë e marrë edhe një lugë. Vazhdo ti me përzirje. Nga dole. Përzirje doshu. Ashtu. Nga dole. Të lëndë. Tash po e marrë unë. Këtu kam e hapë. Mama, kom bo mirë. Shanë të lëndura. Okej, mame. Po e vendosi këto se kam e vendosi petët dhe po i vendosi në mbulisë. A do me hapë derisa unë të përgatis këtë tëpsi? Po. Okej. Hape. Nuk po mund. Po po mundesh, okej, pete shumë. Kështu, në këtë mënyrë hape. Zjarri nga letra.
shkojin edhe tepsi me vaj. Mundeni me vendosur edhe gjallë. Pra gjitha kjo varet nga dëshira juaj. Unë po e bëmi një tepsi pak më të madhe, në mënyrë që me na dalë e hollë, poshtë. Ju mundeni me bo edhe në tepsi më të vogël edhe del masa më e trashë. Pra krejt kjo varet nga shija e juaj. Vetëm pak ta lëm tepsin me një anë edhe i hapim petet. Kështu. Një. Tash mundohemi me nda petet një nga një. Kështu. Kështu. Unë me të në një. Po, që vetëm pak ta bëj hapësirën pak se kështu. Që tash. Prit, a dëmë mu mi vish ta largoj se është pak problem, mundemi me shkoq petet. Ana për të mama. Okej, petet që kanë pjekta shumë mirë. Tash vish një petë që to kemi mja vendosë, qëre? Okej. Edhe e bojmë në këtë mënyrë. Kështu. Tash vendose këto. Nga dole. Tash unë e po e lëshoj furrën, edhe po e bëj gati. Këtu e kam pas. E po në mame që mbuka. Të ljumë, unë po e parangruhi furrën. Se tash nuk kemi shumë proces që na duhet, edhe po e vazhdoj me lypetet. Në. Mama. Është pak problem. Tash e shojmë nëse kena mundësi, ose me marr këtë lugën e ma të vogël, kështu. Kështu, opa. Upsi. Qështu të rjate? Upsi. Edhe me këtë. Unë e lyj fillimisht dy petet e para në këtë mënyrë, pastaj besoj se do e shihni procesin tjetër. Mame pak qëto? Poshtë. Në këtë mënyrë. Qëtër e marrë më një gotë, ta vendosim brusha. Mame. Tash vendosi petet, a da? Po. Vendosi mirë, mos u ngot. Ngot në sapo. Të lëmë shpirt. Dy petet e para pra kanë me qenë kështu, dhe pastaj për petet e tjera do e shihni në vazhdim se si i bojon. Vendosi edhe këtu. Në. Nga dole, mundohu mirë shpirt. Të lëmë, t'jesh shumë e kujdesshme. Kështu. Tash po ja vendosim kështu. A dati me shtri me brushën? A ki qef me provu? Okej. Mundohu me shtrinë të gjitha anët njësoj. Të dalë për të mama. Ha? Të dalë për të. Nga dole, okej. Shpresoj që ka me na dalë pitja e mirë edhe ka me përqy babi me motrën, apo? Qka do që gatë në dhe dhe e shumë shishme, apo të rrë? Nga dole, dhe që e boj mirë. Edhe këto të ndi pak. Edhe këto. Unë e po ndimoj. Vetëm edhe nga pak skajet, në mënyrë që pastaj mos ta kena probleme me skajet. Kështu. Tash, a e bojmë kështu në mënyrë të i shkoq petet? Del më e shishme edhe të i vendos kështu. Mama. Okej, mere. Mundohu me mbyll të gjitha skajet. Vetëm lëshoj. Vetëm lëshoj kështu. Ashtu, bravo. Mere? Mami me shkoqala mame. Po, bravo, shtu qashtu. A kena mu mundu nga 2 pet, tash në se cilin në rend. A da? Oki, mere, bravo. Ha. Dërsa në fund prap kanë me u vendos 2 pet. Shtu pa u shkoq. Ose nëse në mbesim pak edhe një, varësisht se sa pet i ka dhe paketimi. Nuk po janë asë njëherë petet njësoj. Kam i orë që di se qysh na po i bujna petet kështu, po është një metodë që unë shumë më të e praktikoj edhe
më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Vetëm pak më të vogla atyre janë. Ashtu shpirt, je shumë e lëgjushme. Edhe kështu, mundo nga skojet ku kam bet pa vendos, ashtë. Mirë është momi, më suba më rak, më ka rëndësi me qenë shumë e vogël. Kështu, qashtu, bravo. Vendos e pitën shtu se mos po t'bjen aty. Ashtu shpirt. Shpresoj që kam ju pëlqy kjo video se video e pare jona bashkë kështu drejt për drejt. Edhe keni me na vlerësu me komentet mira, puthurja? Treja është vajza ime e madhja, që ma kam bush jetën me gëzim. Majra është e vogël. Nërsa kemi edhe Majra, me Majra është vajza e vogël. Majra nuk është që i pëlqen shumë gatimi, edhe vetë se na bën zhurmë, kështu që kësa here nuk kemi vendus me marrë të gatimi jonë. Këtu thurja një, edhe këtu momi mundo, edhe shkujna pashtë. Në të stëllë pak qëto në kamerë. Okej, a je gati se më përfundim? Mami më qitë pak kejti. Qka me qitë? Qysh kredja kështu pa e shku që nuk po. Që këto pak s'koje. A do më di mu momi me shku shti veç mi vendu se më do të peki vështirë. Mere. Pitat ko kanë shumë mirë pjekta. Mamu janë pak më qitë. Që më qështu. Me qitë këta? Okej, hajde. Veç shko të shpërndoj, ju të gjetën me një vend. Ana. Okej, mere kështu, veç mundo thër jam i prejt momi krejt se tash nuk kemi shumë, është pak ma mundo me i prejt të gjeta s'koj. Ju me largu thërja, vetëm i prejt. Okej, a monde momi? Ndoshta pak ma e vështirë tash këtë pjesë për ty. Po do të mundona më tregu se besoj e shpërndoj edhe kështu vetëm me këto. Kështu. A ka më të pëlqy ty pitja që jena të përgadit? Tash, hajde vazhdojna me petat e tjera. A da në mi shku shti mi vendos? Hajde. Dhe që shqipa e mirë, ju vetëm e një vend, përja, shkoj hapsira. Që shtrikova momi? Përja, a du të me qenë pak ma e kujdeshme kur flet momi? Mere. Hajde. Ashtu. Njëherë e mbush një në non, njëherë tjetërën. Edhe me një pet, këna me bu. Një dhe të njërë. Këto, ashtu, këto, ashtu, këto, ashtu, këto. Tash në fond na kanë bërë 3 pet. Po i vendos me kështu. Edhe po e vendos pjesën e mesit në këtë mënyrë. Edhe, ups. Edhe po e bëj kështu, në mënyrë që pastaj me mbulu me këtë pjesën tjetër. Mama, më i me mbulu, ne? Po, vetëm mundesh me mbulu në mes. Vetëm qyre të ja kështu. Hajde, ngrehet është. Të lumt. Kështu. I palojmë nga pak skojet.
në këtë mënyrë. Edhe tash po e lyj one këto me pak vaj. Kështu. Edhe po ja vendosi pak qumsht. Hajde bashk, nga dole, jo shumë. Po i vendosi kështu qumsht, pasi që me pasmit ma shumë nga pjesa që e kena përgatit fillim purrinit e kështu, e këshmi lyj vetëm me purri, po pasi që nuk më mjaftoj, në mënyrë që qumshti me zbut, i vendosa qumsht. Tash po e hedhi vetëm pak krem, se kujtë, kërkoj folje. Largoj durën vetëm pak, kështu. Shpërndoje të rria. Apo i hedhin të rria Susan? Po. Vesh ta shoh ku e kam lanë. A shpërndove në të gjitha skojet? A mundesh më ma jopa? Ose që me të? Tash po munduna me i palu edhe skojet. Kështu që me i në të në anët. Në pra kështu më. Po, qashtë, shumë mirë të e përnë. Jo. Që sa mirë janë zbut pjetet. Ndodhe nga qëtu skojet të janë i zbut. Nga këtu. Mirë është. Ma je? Mama një shkum pak. Kënë, ju. Hajde ta shpërndoje Susamin me dorë. Merre prej momit edhe shpërndoje. Ashtu, nga pak, ju me një vend. Vetëm nga pak të rja. Ashtu. Lëvizë durën ma pak më shpejt. Ashtu. Hajde edhe pak. Nga të skoje kam bete Susan. Ashtu. Tash po e vendosim për pjekje. Hajde bashkë, mama. Hajde tash e bujna këtu një tregem. Pitën e kemi gati edhe po e vendosim për me pjek. Furrën e kemi parangro për 14 minuta në ka ra me frit, pak më gjatë, vetëm kujdesure, se është pak më drejt. Edhe po e vendosim pitën. Me bismillah. Shpresoj që ka me na dali mirë pitja. Bravo. Tash po e largojmë pitën nga furra edhe po e shohim se qysh është pjek për 26 minuta. Qemëri. Nuk e dine. Apo i janë i ramirë? Nuk kam të një. Çka kemi përgadit moj? Po e vendos, pastaj pitja është gati. Pitën po e logji vetëm pak me ujë, që të zbuten edhe skojet, edhe kështu jena mësu prej nonave tona. Po e mbuloj vetëm për pak minuta, edhe pastaj krejt që kam betet vetëm me e servu. A ka me ongër majra pite? Hajde tash të shohim se çka na ka dhënë pitja. Është e butë. Tash po e servojmë në për pjata. A ka me pëlqim majra? Pak e vështirë me punu me një dorë, po ja që kështu për kish fmi vegjël. E sidomos që kur qëta të metë. Lasdroni majra jo pak si shumë.
A dënë momi mull? O lëk të kime hangër pite. O lë shpirt, veç me prit është pak e nxejt, okej? Është pak e nxejt. Kujdes, Majra është e nxejt, ju ashtë mume, ajo është pite. Largoje atë letër jetë. Majra, ki mundësi mume? Kështu ka dalë shumë e mirë, ju thashë dele hull, edhe shumë e sheshme se edhe pitat ishin kanë jeta shumë mirë. Në rregull, me kaq po e përmbylli on, juve nëse e provani ju bëftë mirë, faleminderit që po ndeshni recetat e mia, keni vazhdu dhe më keni ndjek edhe atëherë kur nuk kam mujt me poshtu recetat reja. Faleminderit dhe miru pafshim, unë po e shoqëroj me tushi të përgatitura vetë dhe kos. Mirë mbeqi, çdo të mirë. Ciao ciao. A mundesh Majra? Ciao ciao kamerës. Ciao ciao.